Është e vogël dhe shumë delikate, kërkon përkushtim dhe një punë të palodhur për të rritur që në fund të japi vetëm 1 kilogram prodhim, por pluhuri i saj konsiderohet magjik. Bima e shafranit tashmë rritet edhe në kodrat e Dumres, aty ku duket se fermerët kanë zbuluar sekretin për ta kultivuar dhe për të prodhuar ato që quhet ndryshe ari i kuq. Kjo bimë është shumë e vështirë për të rritur, por çdo gram i saj vlen 20 euro. Konkuron me 2 nga bimët më të shtrejta në botë, jo vetëm nga çmimi, por edhe nga vështirësia për të prodhuar. Dervish Elezi prej 1 dekade pasionin e tij ja ka dedikuar kultivimit të shafranit, duke u kthyer në një nga njohësit më të mirë të tij. Ai tregon se si lindi ideja për të hequr dorë nga kulturat tradicionale dhe të mbillte shafran. Tash po thojemi që viti 15. 15, por nuk e kemi rritë sipërfaqen sepse varet në fillim nga tregu. Nëse nuk është tregu që ta tërheqë, do prodhosh më pak. Kështu që ne prodhojmë afërsisht aty sa mund të tregtojmë. Vajza ime është martuar me një italian. Ai italiani e pëlqen shumë shafranin, italianët e përdorin goxha. Kështu që në diskutime sipër, shafrani është bimë e mirë, e shëndetshme për të përdorur, pa provojmë. Shafrani është i veçantë, pasi për të marrë 1 kilogram pistila, duhen rreth 1 hektar tokë të mbjella. Ne u bën vite tash që e prodhojmë me kriter sa si të ulët, sipas mundësive të tregut. Kështu që në këtë drejtim do vazhdojmë, nëse do ketë një surprizë zhvillime në treg, mund të arrisim sipërfaqen. Sasia që prodhohet është e vogël, ne jemi në nivelin e ndonjë 1 kilogrami. 1-2 kilogram. Si çdo bimë, do kujdesin e vetë në fel, po nuk është se ka gjëra ekstreme, si me thënë. Ato veçoritë që ka bima vetë. Për shembull, ta shihni këtu është në formë me kanaleta të vogla, që të kullojnë ujin, sepse uji i tepërt në rrojnë e bimës e dëmton. Ka këtë specifik, toka do t'jetë e kulluar, t'jetë e shkrifët, që të rritet xhardhoku për vitin tjetër, se ribë farë vetë. Por të punosh me shafranin është një punë shumë e vështirë, pasi çdo proces, që nga mbjellja e deri tek vjelja e luleve, çdo gjë bëhet me dorë. Mbi 10 vjet, është e veçantë, është aromatike, vjen te bimë aromatike. Edhe është shumë e pëlqyeshme, shumë tërheqëse, një familje me 3 veta nuk marrë më shumë se 500 metra. Koma nuk kanë informacione duhur. Jo vetëm për kultivimin, por edhe për përdorim, për konsumim. Se kur i thuhet çmimi 20.000 lekë grami, 20.000 lekë vjetra, ata tremen. Po me 1 gram mund bësh 50 litra ujë, dhe me shafran. Edhe procesi i vjeljes duhet bërë me orar të caktuar, gjithmonë herët në mëngjes. Problemi, shi diell, ajo do mlidhet. Edhe në përshit me mushema. Sepse lulja që çel sot për nesër prishet. Duhet jetë dhe mirë ta mbledhësh para orës 12. Është delikate. Është delikate dhe çdo punë ka punë krau. S'ka as lloj mekanike, as helme, as gjë, dhe barat që shikoni këtu do pastrojnë me dorë. Është e vështirë, arsye se i ka gjithë punë krau dhe do fuqipunëtor. Në Shqipëri ende nuk njihen mirë vlerat e shafranit, ndaj prodhimin e tyre fermerët e çojnë jashtë vendit. Ja vlen nëse sigurohet tregu. Me tregun kemi problem. Nuk është shumë. Mund të themi që ende nuk ka njohuri. Qik nuk njihet, pak përdoret. Disa e konsiderojnë që është i shtrenjtë, në fakt i shtrenjtë është për njësi peshe. 1 gram shkon afër 20.000 lekë vjetra. Por me 1 gram shkon 1 muaj. Kështu që po ta pestosh për ditë, sa është konsumi në ditë, është rreth çmimi 1 kafe në ditë. Po ta marrësh për ditë. Kështu që duhet njerëzit ta mësojnë, praktikohen, ta kuptojnë që nuk është aq i shtrenjtë kur e përdor, që shafrani, përveç se është një herë që përdoret në ushqim, është bimë mjekësore fantastike. Perëndia ka krijuar që aty të formohen shumë molekula ato të pistilet e kuq, mbi 150 lloj molekulash të ndryshme, që janë të gjitha shumë të dobishme për shëndetin. Dhe me efekt universal, gjithë sistemet që ka.
Vështirësia nuk qëndron vetëm tek procesi i rritjes së bimës, por edhe pasi është vjel, sepse këtu fillon procesi i ndarjes së pistilave nga petalet. E gjithë puna bëhet në laborator steril dhe me shumë kujdes. Teksa pret të thahen pistilat, dervishi tregon se përse tokat e Dumres janë të përshtatshme për të kultivuar këtë bimë kaq delikate. Dumreja ku është formuar si terren, si tokë, është formuar më vonë se pjesa tjetër, se mali të pjesa tjetër e Shqipërisë, me thënë. Afër 5.000 vjetë më vonë. Që 5 minuta në kohë geologjike, po është më vonë, 5.000 vjetë më vonë. Është formuar. E dyta është mënyra si është formuar Dumreja. Është shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Është formuar duke mrit bazamenti, toka, në lartësi. Me ato ngritje ullet e vogla, që janë formuar këto kotrinat, gjithë rafshë, plagë të mërës. Pra kjo ka ndikuar. Mënyra formimit, tipit diapir që është këtë mënyrë formimit, që është e rrallë për zonat, në zonat ndryshme të botës. Edhe veçëria e tretë, Dumreja ka një shtres, një mineral që quhet tuf vulkanik. Tuf vulkanik ka qenë i vulkanik, pastaj me kalimin e viteve, shekujve, është formuar në formë minerali që tuf vulkanik. Gjë e veçantë që e ka Dumreja, nuk e ka gjithë zona tjetër. Shafrani nuk është vetëm një bimë e bukur për t'u parë dhe aromatizuese, por ka edhe efekte të shumta pozitive në shëndet. Sa i takon efekteve pozitive që konsumi i shafranit ka në shëndetin e njeriut, ato janë të shumta. Kërkimet kanë zbuluar se shafrani ndihmon në uljen e nivelit të stresit dhe të depresionit, përmban vitamin C dhe vitamin B6, është e pasur me acid folik, tiamin, riboflavin, niacin e tjerë.